Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte sot në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, i cili organizoi një drekpune për nder të tij në pallatin Elysee. Vučić dhe Macron së fundi kanë folur në telefon për të gjitha aspektet e bashkëpunimit dypaqë dhe pas kësaj bisede Vučić ka shprehur besimin se miqësia dhe partneriteti me Francën sjell përfitime të mëdha për qytetarët e Serbisë. Macron, siç ka bërë të ditur vetë në atë bisedë, ka theksuar dëshirën e tij që Serbia të vazhdojë të ecë përpara në rrugën e saj evropiane. Juristi Milan Antonijević ka vlerësuar për Kosova Online se përfaqësuesja e Unmikut Karolin Zijade në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit ka paraqitur një raport objektiv për situatën në Kosovë në 6 muajt e fundit. Antonijević thekson se përkundër vlerësimeve të përfaqësuesës së Prishtinës dhe deklaratës së përfaqësuesit amerikan, antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit nuk e kanë përkrahur iniciativën për shfuqizimin e misionit të Unmikut. Unmiku vazhdon të funksionojë dhe ka qëllimet e veta, këtë shohin edhe komuniteti serb në Kosovë, tha Antonijević. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka thënë se në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit është dëgjuar e vërteta për situatën në Kosovë nga përfaqësuesit e vendeve që kanë njohur Kosovën. Sipas fjalëve të tij, sot mund të thuhet se në bashkësinë ndërkombëtare po piqet vetdia se ajo që ndodhi në Kosovë është një precedent i rrezikshëm. Ai shtoi se gjatë seancës janë dëgjuar dhe sulmet brutale të ministres së Kosovës Donika Gërvalla ndaj presidentit Vučić dhe se kjo është e qartë se ai dhe politika e tij janë gjemë në sy për regjimin e Albin Kurtit në Prishtinë. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ende nuk ka dhënë rezultatet e pritura, por Kosova ka bërë përparim të dukshëm në reformat zgjedhore, qëndrueshmërinë ekonomike dhe mbrojtjen e të drejtave themelore, ndërsa sfidat mbetet në reformën e gjyqësorit, lirinë e mediave dhe efikasitetin e administratës publike dhe digitalizimi i shërbimit publik. Kështu thuhet në raportin e Komisionit për Politikë të Jashtme për progresin e Kosovës drejt antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, të cilën Parlamenti Evropian e miratoi sot me 48 vota pro, 19 kundër dhe 6 të përmbajtur. Para 26 viteve më parë në këtë ditë filloi betejë e Kosharës, luftimet në kufirin jugoslav shqiptar zgjatën 67 ditë dhe në mbrojtje vdekën 108 pjesëtar të ushtrisë atëhershme jugoslave. Sulmi ndaj kullës së rojës së Kosharës filloi të premten e madhe në vitin 1999 në orët e hershme të mëngjesit. Më 11 prill u ndal depërtimi i forcave shumë të forta nga Shqipëria dhe armët heshtën vetëm në qershor me nënshkrimin e marrëveshjes ushtarako-teknike. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković ka shkruar se edhe pse ishin disa herë më pak ushtartar në Koshare, dhanë mësim se si mbrohet atë dhe se guximi i tyre do të frymëzojë brezat e arshëm të patriotëve serb. Mbrojtësit e Kosharës ishin shkëmbimi i tokës së Serbisë kundër të cilët u thyen forcat terroriste dhe brezi ynë me qëndrueshmërinë e tyre dëshmoi se është i denjë për paraardhësit e tij të famshëm, ka shkruar Petković në Instagram. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vendosi lule në qendrën përkujtimore Koshare kushtuar pjesëtarëve të rënë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. 4 serbët të cilët u arrestuan nga policia e Kosovës në Gjakovion në paraburgim, ndërsa vllai i njërit prej tyre, Marko Rakić Galeposavić, thot për Novosti se vllai i tij dhe 3 shokët e tij kanë marrë pjesë në liturgjinë e mbrëmjes në deçanin e lartë, pas së cilës kanë shkuar në seminarin e Prizrenit. Siç thot ai, në automjetin e tyre policia gjeti në qendër disa mjete të përdorura për pemtari. Pas arrestimit të tyre filloi ndjekja mediatike politikanëve shqiptar se ata ishin spion që përdorsonin karta dhe armë të ftohtë, thot Rakić.
Ish kryetarja grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kosari Lila ka thënë se për formimin e qeverisë së re të Kosovës për dallim nga më parë, kësaj radhe nuk mjafton vetëm përkraja komunitetit jo shumicë. Njohësi i sigurisë Nureddin Ibishi thotë se Kosova ka hyrë në një situatë delikate dhe se duke pasur parasysh shndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës, një tjetër opsion për vetëvendosjen mund të jetë Partia Demokratike e Kosovës. Analisti politik Visar Ymeri vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të formohet nga opozita dhe thekson se vetëvendosja nuk ka bërë asgjë në 4 vitet që ka qenë në pushtet, ndërsa partitë opozitare kanë bërë propozime konkrete. Moti nesër në Serbi do të jetë me vranësira mesatare dhe me i fresket ko pas kohe me reshje shiu, kurse në male me borë do të fryrë fort dhe me stohi veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 6, kurse ajo maksimale ditore prej 10 deri në 14 gradë Celsius.